Sot jemi ardhur këtu në shtektim për tek maja e Mosincës dhe u takuam gjatë rrugës me Besim alpinistin. Dhe ishte Zoti na përpjeki me ta, kështu që patëm dëshirë që me bashkëbisedu lidhur me historinë e tij, me aktivitetet e tij. Faleminderit që gjete ku me na u bashkangjit. Faleminderit edhe për ju që keni gjetë ku për me ardhë. Njëkohësisht ju falenderojmë edhe për hizmetin e madh që na bane, për çajin që na kthyer. Me të vërtet, Zoti ju shpërblet që shumë mas mirë na keni frikë. Faleminderit, s'është problem për ata sa rrugën qele keni. Faleminderit. Fillimisht, a mundesh me na u prezantu për aktivitetet tua, çka mirësh më shumë dhe kështu me radhë. Këtu sot kemi ardhur te kronika në oficirët kë veni këtë. Këtu në çdo javë bëj hiking këtu me shoqni, vinë shoqata të ndryshme, edhe gjithë këtu ju qes çaj, edhe dalim në atë mojën atje për të parë krejt rreth Kosovës, e duken majet e Kosovës bjeshve, dhe një pjesë e madhe e Serbisë. Këtu ku jemi na është 1400 metra mbi detare ku po pimi na çaj këtë. Atje kur dalim shtash 1738 ka nalësia mbi detare, Mosinca thirret, është e llapit. Nuk është edhe kështu më nalta me nalësi mbi detare, është një tjetër 1750, po ajo pak më e thjesht më nuk ka pamje. Kjo është pak më e pamjen e mirë. Ky vend edhe çen ka i pasur me ujëra kështu. Po, ujëra ka, shumë burime ka, pak që i kanë shkatruar malet që to shumë pyet i kanë shkatruar që kjo është pak e keqe, po apet ka burim mirë, ka llapi shumë se ka krejt bjesht ka pas me male, krejt burimet janë shumë mena, ka shumë speshta ka burime, edhe ujë shumë i peshëm është i mirë. Toka domethënë ka me minerale, është e pastër kjo. Përpara që ka pas në këto pjesë është romagve që i kanë bo ato ulëmtimet, i kanë punue gropat e krejt, kur dalëm nalt, mund të shifëm atje se qysh, si është edhe pasne me minerale, nuk është veç me tjera sere, po edhe me minerale është shumë e pasër. Domthon ky vend pas ka edhe histori kështu. Ka dhe histori, ata që janë arkeologë, për shembull, i dinë edhe më mirë se na. Sipas gojëdhënësve është për shembull Bellasica që është qyteti ndërparë i Kosovës, që flitet është Bellasica që kon qyteti i parë i Kosovës, flitet sipas gojëdhënësve është aty janë disa sheje, disa kaloja, disa mure, janë do të thotë që ka sheje që ka pas gjasa që kon e para qytet në Kosovë, me pas në atë kohën atëherë që jenë bo tregti ato sene më të mëdha. A është afër kjo Bellasica këtu? Prej këtu dikon 3 kilometra. A vin shumë vizitor ka shtigjet të hikingut janë krejt ashtë janë ato në hartë, ato që janë krejt janë shënumen, janë krejt shtigjet. Unë ato nëjse dhe vetë i kom pas pun kryes jem konë, unë pun marë si u konë tjetër kosh, se unë i kom njof pak mas shumë të se tjerë, i kom bo krejt të shtigjet kësajde. Janë, vinë kogja shumë edhe dëshoqata, po jo edhe shumë se nuk është parta edhe në pash mendojnë që po dio nuk ka bash bjesh këtë maja, nuk vinë edhe qaq shumë, deri sa të din, tani kur po vinë do shoqata të reja, po thunë jo kogja e mirë, taj po dalin ma shumë pak. Qërë Zoti edhe herën e kalum që jemi kanë këtu i kemi bisedu me disa shtektar, po sunojmë me këta me promovu edhe me reklamu që llapi ka mrekulli. Edhe do Zoti që njerëzit me dal pak prej asfaltit e prej cementit e pak me pak të bukurinë natyrore, do në lumi gjatë gjithë kohës na kanë djek, edhe kjo terapi është ku ta shikosh. Kanë filluar ka pak njerëz që deri tash unë kur kom dal, për shembull, s'ka pas asnjë unë para lufte këtij. Që so vite saksisht? Unë dikon 35 vite saksisht i ka, 30 po sigurta. Para lufte kom dalën këto dhe s'ka pas njerëz asnjë veç sipas shoqënisë unë kom mësuar shumë njerëzit. Hajde sot me mua Dnjestrë të ardh me mua, tjetri nesër edhe kanë filluar edhe tash në këtë farë aktiviteti, kogja shumë kanë filluar, po hala sa duhet jo. Duhet, kjo është mas pari për shëndet, po e mirë, edhe për shkak stresit, sidomos bjeshka e ka shumë atëvar s'mendon për tjetër kur dal shko mashtruar krejt ti hjek ato streset. Janë ma shumë janë të fokusuar në tregti. Ka dhe tregti, po janë edhe shumë, si unë për shembull që e dua këtë farë natyrën, po janë pak më të rrolla. Tash do dalim atje në majën e Mosincës,
do ta shihni se krejt ku do t'ja shpjegoj cilat rajone janë ato të Kosovës, të Serbisë, ne krejt do t'i vizitojmë që tash kur dalim nalë. Me E knasi. shumë. Para pak qaste unë gjithëm të moja musincës dhe patëm dëshirë me përfitu prej besimit, me na tregu navigacionin se çdo vende që po i shumë ku i bien. Këtu vende na jemi në mojën e musincës. Kjo është e llopit më veçanta domethënë që bojmë krejt me ta hikingun që vinë shoqatat na në qito e bojmë çto kemi bishkën më të mirën domethënë më nalta nuk është e llopit musinca, po është edhe që e tjetra pjesë pak më nalt, po kjo është pak më e veçantë si duket. Prej tufit shifën edhe shumë gjëra, shumë bishkë tjera të Kosovës. Si në atë pjesën që e shikoj atje ku është Bora, atje Gjiravica, Aja pjesa veriura, cila kjo është perëndimore. perëndimore është aja. Perëndimore. Perëndimore është aja. Gjiravica si je Pashtriku të Libitinit. E këtu jemi në kufi me Leposavić. Lesposavici ku i bien? Leposavici është qyteti bash këtyre ku po duken ato do shtëpiat aty me divallat vera. Në pjesën e djathtë aty është bash qyteti Leposavić, komunës Aja është komunë Kosovë, vetë, ja. po, komunën vetë, Leposavici është e Kosovës dhe të tëtë. Po. Këto thirrën malet e Kopavnikut, krejtu që janë ku jemi na këtu. A, dhe veç kjo Mosinta. është Kopavnik, a? Kopavnik, Sa interesant. krejt Kopavnik deri në atë pjesën atje te Fuzat dhe hala vazhdo manej malet e Kopavnikut. Ja aty ku është për shembull ajo është deri aty kemi Kosovën, ku është Bora, ku është Bora, pe Borën altë është me Serbi, a deri aty kemi në Kosovën mojën e Panqisit. Katuni mbram është atje bazisht i rreth i Kosovës, është bazisht. Pse unë kom qenë edhe në ato moje, krejt jem shku i kom vizituar. Aja, po duket më e naltë se Musinca. Aja është me nalt 2017 metra është aja. Aja nuk bën pjesë llapa? Aja nuk merr pjesë me llap, aja është me Serbi. Me Serbi. Domethënë tash edhe ku është deri ku përfundimi i Leposavicit Kosovës është më nalt 1992 metra është më nalta ja mund domethënë të llapit e Mitrovicës se komunës Leposavicit e ja mund se afër saj është 1900 deri ku Kosovë 1992 metra. Kjo pjesë krejt sa po shihet ke krejt e Serbisë është. Kjo është Dokën. Serbisë, a? Deri në këtë ku është djegje divallave aty është Kosovë. Pas asaj pjesa ne mrapa krejt është Serbi. Shihen shumë do qytete do fshatra, qyteti Kroshesit, Prokuplje, Nishi, Kushumlia. Që këneja, a? Po, tash këto pjesë të knena që janë ma divalle ma shumë, këto janë krejt llapit të Kosovës, dhe thatë. Këtu vjen të zgjenue në anën e majt, vjen të zgjenue kufiri, këtë pjesën e anën e djathtë, veç vjen të ngushtuar, siç është edhe harta e ke po aty Leposavici që në përfundimi atje moja te Panqici gati deri atje Kosovë. Këtë kemi orna i ka 5 km e gjys prej kujt bën të vinë me autobus, me minibus. 5 km e gjys i ka, 800 metra i ka disnivel. Nuk është ashtu as e vështirë fort, as e rrezikshme, nuk ka diçka për në kërsha diçka me përdor litare këtu, s'ka nevojë, se është e lehtë. E çaj fshat cili është? Fshati Murgull, Murgull. me sipërfaqe më të madhe, në llap është si me sipërfaqe do të thotë territorit është më e madhe Murlla në llap. Fshati me sipërfaqe më të Me madhe. sipërfaqe po. Këto veç ku i kemi lënë kerrë këtu që është Marinca, është veç lagje, Bellasica është veç lagje. Lagje thjesht, këto janë krejt fshatit Murgull. A vazhdojmë deri që atje me na tregun për çato flatra? Po, vazhdojmë edhe këtu. Ato lidhen me pjesën e Mitrovicës, Ato janë Shalë Bajgorës, a? Shalës Bajgorës, po, aja është me komunë Mitrovicës, ato nuk është lidhet me llap kërkun, A, nuk me lidh. bjesht llapit, jo, ato është me komunë Mitrovicës. Aja është me naltë se llapit, 1789 metra është, a llapi e ka 1750 më naltën, aja Aha. është 1789, ku janë ato flutrat, si që po shihen atje. Këtu e kemi që të dohet kufini me Leposavić Mitrovic në këtë farë pjesën e lugut, që ne nënën e majt është anejo kajt Mitrovic, prej këtu i të fillon Leposavici deri aty mojën e Panqisit që është e pjesë e bazë të lumi krejt shkon dohet që të i Leposavici. Na ku jemi, këtu jemi që tash bashkë në territor Leposavicit. Për kaq pak hapa ndryshoj territori. Po, për 10 metra ndryshon se
me maje, me qëto të prethat, shkon krejt do të kufini me leposa veç po dujeva. E do po dojeva është atje, apo? Po dujeva që si shpëshit atje ku është zjarri, pak ma ndjath atje ku po dogun atë të shumtat shtëpijat. Po, Bashkë atë është qyteti po dojevës. i Podujevës. Prishtina nuk shifët pe këtujt. Mitrovica është pak bashkusht të zjarri ma ndjath. Qeveriu ato janë maja e vogël aty shumë e pretë që aty është bashkëveriu. A mo qytetet nuk duken Kosovës. Veç majet, po krejt që ka janë ma të naltat Po e pengaj kanë pak të kodrat, po, kodrinat. kodrinat e të nalta. Po. Ato janë ma në lugje, pas veç Podujeva më në të pejktujt më duk, tjera qytetet Kosovës nuk dukën. Shërbis po që kanë ato Krushevci ato dukën, a Kosovës qytetet nuk dukën, veç majet po. Majet shumica që ka janë ma të njoftna, ma të majat, krejt dukën prej kësoj bjeshkës Mosincës, të lapit. Malet e Kopavniku, do të thotë që thirën. Shumë mirë. Faleminderit na keni dhënë një pasqyrë shumë të qartë të kësaj rrathine. Falenderoj. Faleminderit edhe prej, është mirë, kemi kaluar pak një parere, jasni, Po na freskon. po na freskon. Qëtash ja filloj pak ma shumë, se para ke ma e mirë, po s'është problem, tash futemi në pjesën e lindjes, a nej nuk është rrezik. Po nuk i kanë vendosur rasisht flotrat këtu. Po për qëta, se ka herë e kanë bo matjen ma herët me dëherë tjera flutra i kanë bo dhe të vogla dhe kanë bo matjen me to dhe e kanë vërtetuar që ka herë në atë vorta dhe e kanë bo. Edhe në altësia po për 1700 gati janë ato të gjithat 1670 ke përpjet dhe 1750 metra është me narta që kanë vendosur në qatë vendet e të poshtë. Ky ishte pra besim alpinisti, përfituam prej tij shumë, ju ftojmë që t'i ndjekni edhe aktivitetet e tij. Faleminderit shumë. Së problem. Dhe suksese.